Moti keq me rreshe të dendura, shiu dhe breshër që goditi juglindjen të martën shkaktoi dëme të mëdha në bujqësi. News 24 vëzhgoi situatën në fshatin Orman të Maliqit, ku dhjetra fermer pan të shkatërrohej brenda pak minutash investimi i një sezoni të tërë. Sipas fermerëve, stuhia me breshër zjati rreth gjysmë ore dhe goditi me intensitet të lartë parcelat e mbjella me grur, elb, qep, jonç dhe kultura të tjera, duke shkaktuar dëme të parikuperueshme. Ishin të papara, ishte stui, zgjati mbi 25-30 minuta. Shi breshëri papar. I ra breshëri edhe ka gjysmuar. Grurë edhe perime. Këto ka bardeme jashtë mate. Ka bërë asë një vit të të vje. Mund të marrë 10%. Do merë se 50-60 kuntal, do marrë 5 kuntal grurë. Aj do marrë më shumë së merë. Ka rënë pasuar 60%, 50-60% i grurit ka rënë për tokë. Gruri është kultura që ka pësuar dëmet më të rënda, pasi në shumë parcela ka rënë plotësisht në tokë, duke ulur ndjeshëm pritshmërinë për prodhimin. Përjedhoi, fermerët kërkojnë mbështetje nga institucionet shtetërore. Grurin e dëmtoi shumë, qepën e ka qatë, tërë gjetën e qepës. Kemi frikë se hynë karbëzimit tash dhe na dëmton shumë. Ne kemi si vëfaq të madh. Kemi goxha dëm, po s'kemi ku ankohemi. Çfarë, kujt i ankohemi? Ajo i iku gruri një, mbaroi. Edhe jonxhe që qenë të korura, po thoj se të thata, edhe ato mbaruan. Nga ana tjetër, grupet e punës të Bashkisë Maliq zbritën në terren për të evidentuar dëmet dhe për të vlerësuar shkallën e tyre, kurse fermerët janë shprespak për dëmshpërblimet.